kanë qenë do raste, për shembull ato që kanë qenë tranzicionet, prishja e Jugosllavisë, Maqedonia, ndarja të lëvizjet, Tollovia, problemi i Kosovës, problemi i Universitetit të Tetovës. Kështu ata instinktivisht na nxitnin neve të jemi më aktiv, pak ndoshta edhe më i thoshin ato më ekstrem në pikpamje, po na jemi mundu të balancojmë gjërat dhe elhamdulillah. Pastaj doli ajo shtypja e pushtetit për largimin e shqiptarëve edhe një herë në Turqi, sikur 45 atëherë. Mbani mend, filluan Dijanin ta prishin me rend. I prishën murnat, avlijat, i mirë një vajzat i detyronin në ushtrim para ushtarak, i jepnin gjelpon vajzave në për shkolla, dulën dhe afera, kështu që u trishtu xhamati dhe ti nga Zibab Cerova kënde kishe shitet shtëpia, shitet që unë i mbaj mend. Mirë po, subhanallah, unë isha i tillë që në xhumo bërtitnja me timen, epja, si të them, shprehes, jepja gajret xhamatit që t'jenë të qëndrushëm, edhe kur dilshin xhamati pijamia, e mirë thot hoxha, do bëhet mirë. Sabër. Gjatë javës presione, ja be duhet me shku në Turqi. Kur vishin në xhami, ja be duhet mos shkojmë. Kështu ka qenë një situatë, edhe me të vërtet ka pas lëvizjet e vet.